Tani me ne në studio është zotëri Agim Gjakova. Mirë se erdhe dhe urime për romanin e ri I Pabinduri. Faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për urimin. Kush është I Pabinduri në romanin tuaj? I Pabinduri është çdo njeri në botë, çdo qytetar që kërkon të jetë I lirë nga gjithçka, të ushtroj vullnetin e vet në mënyrë të lirë, të bëj atë që do pa prishur, si thonë, pa prishur, pa lënduar, pa askënd, dhe të mos nënshtrohet ndaj dhunave e tjera të kësaj natyre. Që kur fëmia lirohet nga barku I nonës, kërkon të jetë I lirë gjatë gjithë jetës, që atëherë e merr atë nuancën ose shpirtin e lirisë, ose gjithçka që ai do të jetë në jetë. Prandaj edhe në të gjitha situatat e këtij romani, ai do të jetë I lirë, qoftë në politikë, shoqëri, në ekonomi, në struktura shoqërore e të tjera. Jeni ju ndër të pabindurit? Po, në një pjesë po. Në një pjesë po. Të mos them krejt po. Dia të slavëron më shumë se gjithçka në jetë, është citat nga romani juaj I Pabinduri. Shënime nga zonja Nan. Po kur njeriu gjykon mbi botën, gjykon mbi fenomenet, se çka dhe si ndodh në botë, gjykon mbi mendimet e ndryshme që dalin, edhe gjykon mbi të rejat edhe mbi shkencën, atëherë kupton që vërtet dia është ajo skllavërusja më e madhe, sepse ti je I detyruar, domethënë ti pranosh ato edhe ti zbatosh ai që do dhe ai që ka vullnet edhe ai që ka ndërgjegje për të pranuar ato. Prandaj në mënyrën figurative është thënë ajo që dia është skllavërusja, se natyrisht dia nuk skllavëron, po të hap shtigje të tjera. Por kur ti e shikon që me dijen tënde, me ndërgjegjen tënde, me atë që ti ke brum të mendimit, nuk e realizon, atë e shikon që ti je I skllavëruar në mënyrën e zhvillimit shoqëror të përgjithshëm. Një citat tjetër. Kuptoj se duhej guxim për të ardhmen në momentin kur djaloshi gjendej në zyrat shtetërore. Po këtu është përplasja midis lirisë e individit dhe të gjitha strukturave juridike, politike e të tjera të cilat ata e kufizojnë. Edhe zyrat shtetërore, pavarësisht sa do demokratike që t'jenë, sa do kur zbatojnë ato vendime, ato si më thonë rregulla që është në mënyrë të veçantë, atëherë ndodhet njeriu I nënshtruar, ose ndodhet përballë, do të nënshtrohet apo do t'i zbatojë ato. E ardhmja, pra, vjen në pikpyetje, ardhmja jo thjesht jetësore, po ardhmja edhe e vetdijes, ardhmja ndërgjegjes të tij, ardhmja qëndrimit të tij ndaj gjithë dhuntive të ndryshme që kanë njerëzit ndaj gjithë fenomeneve të ndryshme që zhvillohen në shoqëri, në politike të tjera. Konkretisht në roman, për çfarë zyrave keni pasur fjalën, për çfarë periudhe? Për të gjitha, kjo nuk është periudhë, kjo është struktura shoqërore. Struktura shoqërore përfshin të gjitha strukturat të ndryshme, njëherë strukturën pushtetare, duke filluar nga kuvendi, parlamenti, qeveria, institucionet të ndryshme, pastaj vijnë strukturat politike që kanë të gjitha programet edhe marifetet e tjera, s'po hyjt të zbuloj se dijen ato punë. Pastaj vijnë triparet ose strukturat shoqërore të ndryshme, mendësi të ndryshme, lokale, kombëtare, krahinore të tjera. Pra, këto janë ato të cilat përplaset individi edhe e shikon vetveten se çka ai është, a mund të jetë, as mund të jetë I lirë, a mund të jetë nga shumë rrethonave që ku njerëzit veprojnë me padituri ose veprojnë me qëllime të caktuara për të arritur të diçka. Zotri Gjakova, ju që nga përfundimi I luftës në Kosovë keni ardhur nga Shqipëria dhe që nga ajo kohë jetoni në Kosovë.
kemi kaluar shumë situata politike, kulturore. A ju ka kontaktuar dikush nga qeverit, nga institucionet shtetërore, për këshill, qoftë të konsultohet për ju për diçka shumë të rëndësishme, me që keni përvojë shumë të gjatë në shumë fusha? Me qenë se unë kom qenë, po e përdor me që titulli romanit e kom qenë mjaft i pabindur ndaj pushteteve të ndryshme, qoftë në ish Jugosllavi, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë këtu sot. Dashe pa dashe, strukturat shtetërore janë rrudhur në takimet me mua. Janë tërhequr për arsye të ndryshme. Dikush se s'ka dash të ekspozohet, një tjetër se s'ka dashur, një tjetër edhe mund të ketë pasur edhe në një, nuk po them në një urrëtie, po nuk ka pasur një dëshirë të madhe në një vullnetes e të tjera. Pra, mund të them që as në Shqipëri dhe as në Kosovë nuk kam pasur takime, nuk kam pasur në shkryllje mendimesh e tjera me struktura shtetërore. Nuk kam pasur, megjithëse ka pasur njerëz që më kanë propozuar, si thuaç, të jem aty për të diskutuar në probleme të ndryshme. Për të dhënë ndonjë këshill. Nuk është pranuar. Nuk është pranuar. Edhe në Kosovë ka disa raste që shokët e mi, për njerëz të ndryshëm, ju kanë propozuar këtyre politikanëve strukturave të tjera. Me disa i kanë thonë kote keni se unë edhe që ku të pranoj nuk shkoj, pse di se kush ka janë. Prandaj, kjo punë kam bete. Dhe kështu që qoftë në Shqipëri, qoftë Kosovë në Shqipëri, natyrisht ka qenë tjetër punë, ka qenë gjysmë izoluar dhe gjysmë injoruar, si thuaç atje. A në Kosovë, po gati injoruar plotësisht në kuptimin e ngushtë të fjalës nga ato strukturat shtetërore, deri tanishme të paktën edhe kështu se çdo bëhet me të ardhmen, nuk më intereson shumë dhe s'kam ndonjë farë dëshire të madhe për këtë aspekt. Ju e keni një dosje shumë voluminoze që është bërë për ju në Shqipëri, të cilën e keni gjetur, e keni në duar. Çka zbuluat për veten në atë dosje dhe çka ishte më dhimbshme për ty? Po, në atë dosje zbulova shumë çka. Zbulova pa aftësinë e sigurimit vërtet që si organ që ndruhet të mbrojë Shqipërinë. Një paaftësi shumë e madhe për të zbuluar vërtet armiq të tjera që mund të kenë vepruar ndaj Shqipërisë. Dhe natyrisht zbulova edhe sajime të ndryshme që krijohen gjoja për të treguar se ne jemi zot dhe po punojmë ku diun të tjera ata oficerët e sigurimit të shtetit. Nuk thash për të gjithë, flas për një pjesë, sepse ka edhe njerëz, ka pasur edhe njerëz të zgjuar dhe që kanë ditur. Çdo rregull ka përjashtime. Dhe ajo që më ka prekur më shumë megjithëse bota e dihen e botë që ekzistojnë, që janë tradhit, janë prabesit, janë prapashpinet, të tjera. Ka qenë që disa prej kolegëve të cilët unë i kam ndihmuar me të gjitha aspektet, kanë bërë deponime kundër meje, miqt e afërt. Të cilët mund të çonin edhe në burg e tjera, po s'ka ndodhur. Ka qenë një nga shokët e mi dhe shokët e mi. Në të afërt që i kam ndihmu më shumë dhe në dosje i ka rreth 84 deponime të ndryshme kundër meje. E dhimbshme, zhgënjyse. Pra, zhgënjyse. Megjithëse me tonë drejtën shpirtërisht nuk jam prekur sepse i dija se çfarë mund të ndodhi, i dija se çish bëhen të këto presione të ndryshme të sigurimit të shtetit shqiptar. Pse ju quani në Shqipëri migjeni i Kosovës? Po se kur shkova unë në vitin 1960, qoj një cikël poezish në revistën në Ndori, dhe si që më thoni shok tjetër atje, ai redaktori kishe pyet Nexhmije Hoxhën, edhe thotë ka ardhur një poet i talentuar, ç'a të bëjmë? Nexhmije Hoxha i jep përgjigje, thotë për t'i botuar, mos i botoni, po mbajeni afër. Mbajeni me llafe, si thuaç me këtu. Megjithatë, u botu libri,
u gjetë mënyra tjera, jo në revistën në Ndori, një libër i veçantë, u botu me titullin dhe thonë se pa që ka në botë. Në Shqipëri u botua? Në Shqipëri. E ishte një poezi pak më ndryshe, një poezi e lirë, poezi pa kufizime, që i kërkon të realizmi socialist atjera, dhe kështu që prandaj ata edhe shokët të mi më vonë që kom njohur domon, më kanë thonë të kemi quajtur edhe Migjeni i ri në Shqipëri, se Migjeni ka qenë në ata. Natyrisht ky ishte një hap i imi që u prit nga publiku, u prit mirë, shumë mirë u prit nga publiku. Libri është blerë në të gjithë Shqipërinë brenda 3-4 orëve, siç më kanë thonë këta shpërndarësit e librit, por nuk u ribotu mo. Nuk u ribotu. Jo, sepse natyrisht nuk mund të dilte një autor nga Kosova të dilte mbi të tjerët 10.000 me ashtu. Unë nuk kisha pretendimin që dilja mbi të tjerët, unë kisha shkruja atë që ndjeje dhe keni vlerat origjinale. Jeta Kosovës, që ishte bujtjet e tjera. Dhe thonë se pa që ka në botë. Do me thënë thonë se nuk ka. Thonë, natyrisht, ka është ironia pikrisht aty dhe thonë se pa që ka në botë. Në vërtet, kur e lexon librin e shikohet që s'ka pa që fare. Po ka vetëm dhuna tjera. Dhe një titull libri tjetër, a ka kun Zot? Çka ju shtyri që ta bënit këtë pyetje? A ka kun Zot? Kjo është mbi gjenocidin që është ushtruar pothuajse gjatë një shekulli në Kosovë dhe shqiptarëve të Kosovës, duke filluar që nga vitin 1860-70 viteve në shekullit 19, domethënë, e deri në luftën e fundit tash, dhunë e pa shembullt. Sipas një statistike gjermane gjatë luftës parë botërore, mbaroi lufta parë botërore dhe u vendos Jugoslavia e vjetër, si thua, që përfshiu dhe Kosovën, gjermanët kanë një statistikë që rreth 120.000 shqiptarë janë ekzekutuar në atë kohë për 2-3-4 vjetë ku të liun. Në vitin 1944-45, ku unë kom qenë dëshmitar se isha 9 apo 10 vjeç dhe i di se që ka paktën Gjakove di se kur janë pushkatu që me 22 dhjetor 1944 janë pushkatuar rreth 180 qytetar Gjakovës atje. Dhe ne kemi shkuar si fëmijë atje për me mbledh ca hekurishte që na thanë mbledh një hekurishte tjera dhe në një zonë atje që ishte mbrapa kazermave ushtarake kemi pa laçka, kemi pa në i kom jashtë mbulimit dhe se kishin mbulu mirë, jemi të mërruar. Pastaj ndodhi lufta tash edhe prapë dhuna e kësaj. Edhe kjo ka qenë për t'i treguar jo vetëm shoqërisë shqiptare, por edhe botës. Ky libër është përkthyer në suedisht, edhe mi kanë kërkuar gjithë kopjet që i kom pas atje, thanë edhe të tjera, tash më thuni atje, unë s'kom parë ballë më të botova, se i botoj me parët e mia libra, si që di. Me parët e tuaja dhe nuk shisni libra, por vetëm i fajni. I lloj atyre që duan edhe që lexojnë. Jo atyre që duan t'i marrin në raft, natyrisht. Dhe ajo më ka shtyr që ta shkruaj atë. Dhe titulli A ka kun Zot. Kur dhuna arrin përbindshmërinë, si thush, atë që si merr edhe mendja njeriu s'mund ta kuptojmë, lemo shpirti që zbrazet, që bëhet thotë edhe thirrja e gjithë kësaj nëpërmjet një personazhi, atë thirrja ku mu të drejtohet dhe po i drejtohet me një mënyrë krejt të trishtë dhe krejt zhgënjyse, a ka kun Zot që ndodhin këto që ti pengoj që s'po i pengon. Aty ka qenë gjithë poentat e kësaj. Prandaj edhe titulli A ka kun Zot. A ka kun Zot që i pengon këto masakra, këto sende.
Gjithashtu, këto ditë keni botuar në Tiranë dhe një tregim me titull Pse nuk u fshehe motër. Shumë të rënditës. Unë për vete nuk munda të shkoj deri në fund që ta lexoj. Është vërtet një ngjarje shumë të rënditëse që ka ndodhur, natyrisht. Do me thënë është realitet. Unë e kom shkruar me konceptin artistik, kjo po ngjarja është e vërtet, kur paramilitarët sërbë kanë dhunuar motrën e një djali e vllajt, e kanë lidhur dhanë dhe i kanë thonë shiko ti shfaqje. E të mërshme. Është një cinizëm i pashoq. Një cinizëm i pa imagjinueshëm që mund ta bëjë njeriu këtë njeriu që mund të thuhet njeriu. Ti as kafshet si të thush nuk bëjnë kësi lloj masakrës ose kësi lloj dhunësh. Dhe edhe mu më ka prekur shumë ngjarja. Të them gjatë shkrimit të kësaj, unë edhe jam përlot vetë në kuptimin e gjuhës fjalës, duke përfituar, se jo duke imagjinuar, po duke përfituar se qysh tek pëndodh kjo ngjarje, kjo kaq tragjike, kaq. Do me thënë gjitha këto i ka përjetuar populli. Kur motra sakrifikon çdo gjë, edhe për të mbrojtur vllain, edhe të i dhon zemër atij. Ajo duke pësuar dhunën ma barbare, ma të egër, apo më se duke i dhon zemër këtij. Vllaut. Është me gjithmonë, është si thuash heroike. Ma shumë se heroike. Zotëri Gjak. Kur mendon që ti se çfarë njerëz që kanë luftuar heroje të tjerë, kjo është ma shumë se heroike. Zotëri Gjakova, keni një përvojë shumë të gjatë jetësore në rrethana, në kushte të ndryshme. Çka nuk do të harronit kurrë? Çka nuk do të harroni kurrë në jetën tënde? Ka shumë gjëra sigurisht, por diçka më të veçantë. Unë nuk do të harroj dhe s'mund të harroj mallëngjimin që kom pas për vendlindjen time. Mallëngjimin që kom pas për rrafshën e Dugaxhinit, për Gjakovën, për fushat, për lumin, për të dhëmë. Ajo më ndjek edhe më ka ndjekur gjatë gjithë jetës. Madje i me motrën ndjes pas me shkruan se more vlla, tha je bërë rob i kësaj, domethënë i kësaj. Rob i mallit për vendlindjen. Rob i mallit, thashë, është vërtet është nëse pak të ndice, po thashë unë e ndjej kënaqësi që kom këtë mallëngjim të kësaj. Të tjerat pastaj janë sende që shpësende edhe përsëritën. Ani pse mund të thit një radhë parta kur ke një përshtypje shumë të fortë e runë, po vjen edhe një tjetër po e njëjtë, si thush, por ose është ndryshëm, po përshtypja është e njëjtë. Po kjo ka qenë ajo që unë nuk e kam. Prandaj edhe unë me 12 qershor 99 kom prapuar të kthehem më një herë në Kosovë mas 39 vjetë e 15 ditësh. 39 vjetë e 15 ditë, edhe këto 15 ditë i numrani. S'ka mundur të adoroj mo as një dakik, as një minut pa ardhur. Ju në korrik të këtij viti i mbushni 90 vjetë. 90 vjetë keni përjetuar gjithçka. Keni pasur përvojë në punë, në art, në kulturë, në politikë, në gazetari. Çka do t'i porosisni, çka do t'u thoshe sot në kohën tonë, nxënësve, mësuesve, gazetarëve, shkrimtarëve, politikanëve? Po nisem nga e fundit, politikanëve është vështirë t'u thush diçka se i dim të gjitha. Por mund t'ju shpresh një dëshirë që është jo vetëm e imja, po të gjithëve, që të rrinë
me specialistët e tjera dhe në mënyrën pushtetare të organizojnë strukturën në radhë parë, strukturën juridike të Kosovës. Kushtetuta e Kosovës është për të qajtë hallin. Nuk ka parashikime, nuk ka nene, ka mangësi të jashtëzakonshme të mëdha etj. Prandaj edhe këto krijimet politike të sotme bëhen siç po bëhen, domethënë. Edhe për të tjerët pastaj ka sipas asaj. Intelektualëve do t'ju them që mos hutohen mos asgjë çka mund të ketë bota, po të hutohen mas asaj se si të nxjerrin thelbin e shpirtit ton, shpirtit e popullit ton, pra shkrimtarët, si të nxjerrin thelbin e dijes ton. Nuk jemi popull i padijshëm, po nuk po dim që ti zbërthejmë ato aftësitë tona, që të mundohen të japin, të zbërthejnë dhe ti bojnë, si më thonë, shtrat, ti bojnë fush për veprimtari. Po të rinjve, nxënësve, studentëve. Nxënësve, studentëve të mësojnë, sepse në të vërtet shkollat tona në Kosovë janë për të analizuar, ka dobësi të mëdha, nuk bëhen mësime, nuk ka njerëz, ka shkollar që mund të mrinë matur, s'ka lexu asnjë libër, të tjera ka. Mark Twain i thoshte me humor, me ironi, nuk ka humbur shumë ai që s'ka lexuar asnjë libër, po ai që ka lexuar libra të këqij. Sot edhe po botohen edhe libra që s'ke çka ti kot, po me gjithatë, unë nuk po them që nuk ka libra të mirë, qoftë nga letërsia, qoftë nga shumë, me aq sa ka mundësi fuqia intelektuale e Kosovës, domethënë kështu që të botohen. Pra, e kam fjalën që nxënësit edhe studentët t'i kthehen shkencës, t'i kthehen studimeve pak më mirë se deri më sot. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Të flasim me ju nuk na mjaftojnë orë të tëra, por kaq ishte koha për sot. Suksese, shëndet e gjithë të mirat. Faleminderit për ftesën dhe për bisedën që bëm. Faleminderit juve.